Në ato momente, gëzimat ma nuk ish. Nga njerë, thësha vetë me vete, është e mundër. Se kam pas goxha një periode, dhe kur ka arrit, po, se së përshanë, Malëzi, atje kam punu, kam jetu, kam pas bashkëshorten edhe që zotit, atje me kësi është, kam arrit të një mjek që duhet, në stopi kam përkushtu veç se pune, 5 vite, pa knowledge. Pse kam pas pargjykime ose fjallë, emocionose. Kam një muaj që jam ba prind, tash përbaj një muaj. Mirë, njerëz që i dojnë sfidat e zoti për provajke. Besimin për në Kosovë, që për shembull e kam hup shumë vetë besimin në Kosovë, për mjekësi. Histori të jetës, këndë gjupër histori të jetës, faqja më e madhe. Po, jam për ndjekësi faqës histori të jetës. A ki naj pyetje për gazetarin, për ndjekësit tanë, ti më nga bëneve, a ju pëlqenë si faqja? Po. Gjithmonë e këshyë, sidomos për Facebook, jam për historitë, për ngjarjet që kanë ndodhur njerëzve, që kanë pas suksesin në jetë, që kanë arrit me kur gjëheq, po janë sot dikushi. Me qëra fjallë për sukses, cili ka qenë suksesi më i madh për ty që e ke arrit një të tonë? Ka një sukses? Dhe dikon po suksesi më i madh për mua është që kom arritën me kriju një familje, shëndosh, një tardhme për veti, sidomos familja është për mua diçka më e madhe. Kjo është më e mira. Po. Ta përshkruaj me dy fjalë familja për ty, çka është? Familja për mua është gjithçka. Vetë jeta. Po s'patë një familje që ndosh, nuk i jetë që ndosh, nuk i tardhme që ndosh. Domthonë familja është mbi të gjitha. Sa i përkushton si familjar? 100%. Për vete po flas, jam 100% i përkushtuar ndaj familjes. Je martuar? Po. Je bo prind? Që një muj. Po. Ta keni me gjatë? Po, kjo është suksesi më i djalë. Kjo është suksesi më i madh që kam arrit jetën time. A më dikon që shoshme për jetu të qenë rrit prind tash që po? Nuk mundesh me e përshkru. Nuk ka ndjen që e përshkruan këtë arritje. Unë për zdi që shme shpjegu, nuk zdi që shme shpjegu në ato momente gëzimat ma nuk ish. Nuk është edhe emocionios Po, të po folë. më falë qashta, bravo. A dikon për e të parë kër e ka për fëmin, qëfar emocioni ke për ty? Si prind? Nga njerë, thësha vetë me vete, është e mundër. Se kam pas goxha një periode, dhe kur ka arrit, po. A, keni kaluar periuda? Kemi kaluar një periudë, po. Keni pritur me vite shumë? Jo, dhe shumë, po. Për mua, kohen për shembull shumë. Sa vite, për shumë, nëse mu me të pyet, kemi prit? Afër 5 vite. 5 vite, Po. A ka qenë 5 vite për juve si sfidë? Si çift? Njëtën ku edhe sfidë, po edhe mund një pritshmëri e madhe ka qenë për mua për më bë prind, po edhe ka qenë pak si sfidë. Se lodhja, puna, ndikoj ke stresi, këto janë të faktorët kryesorë që ndikojnë në procesin e zhvillimit të fëmijës. Sigurisht edhe për prind nuk është gjë e mirë kjo. Stresi. Po stresi është ndër të faktorët kryesorë që shkaktojnë shkatrimin e të trupit njerëzit. Po që unë e di që se dorëzoj sigurisht. Jo, nuk ka dorëzim, tani gjithmonë me shpresje tanë. Shpresa është e fundit. Po këto lidhet me bashkëshortën, sa ke qenë afër kur 5 vite në pritje? Gjithmonë në stop. Ai që ke thënë çdo Gjithmonë. Po. Ke thënë kur ajo? Po. Mendja mirë sjell gjëra të mira. Po kur takime në keqe nuk kemi pas kur sukses. Mendja mirë edhe kuraja. Shpresë për një të ardhme, për një më të mirë, se çdo sa njëri punon, fiton, harxhon. Po përdej nuk e keni familje të shëndosh, nuk e keni të ardhme të mirë, me ditë për shkak e ka punon, atëherë nuk i motiv më për jetën. Sa mundu me qëndroha për bashkëshortës të momente, po të vështira të sfida? Unë kam pas edhe bashkëshortën jashtë me vete, edhe me të drejtën, edhe për ato unë dola, për me ditë çka është tema, edhe po unë për shpalosi si temë, puna e shëndetësisë në Kosovë. Dhe më thënë, shëndetësia në Kosovë, nuk është vetëm shëndetësi për më arrit me përfundu një punë me sukses. Shëndetësia në Kosovë ose të kalon në përdur të tjerë të njerëzve, ose njëherë, se thonë, në popull të mjellë njëherë, edhe ajo pikpyetja atë krynë puna jo.
Por vete kam pas sukses për shembull në Malzi, atje kam punu, kam jetu, kam pas bashkëshorten edhe që Zotit atje mjekësia është kam arrit të një mjek siç duhet. Edhe kom gjetë fati pa kërku nuk gjindet, po unë për vete kam lyp, i kam pas edhe bashkëshorten atje, edhe kemi arrit gjithçka me plot dështime, por më në fund ka arrit suksesi. Një kur nërdozohet atë ka sukses. Sa mirë, njerëz të fuqishëm, njerëz të fortë, si ju më pëlqen. Po. U desh shumë kohë të raponi. Unë domethënë 5 vite kam në stop kam përkushtuar veç kësaj pune. 5 vite, pa knowledge. Edhe pse kam pas paragjykime ose fjalë, po unë nuk jam dorëzuar, nuk kam ushqyer shkathoj njerëz, po kam ushqyer vetëm me kry punën edhe me ecë përpara për vete. Kështu që Zotit mirë jam. Çfarë lukë e madhe për të qenë prind. Sa mirë një person që ka bërë gjithçka. Po, edhe kur ngjojna për media ose mas lartë mbrëm, raste në Ferizaj, për 3 vite kishte afër 50 fëmijë të abortuar të moshave në 18 vjeç. Edhe thash me vete, si ka mundësi dikush e kërkon, vetëm për me orë punat e më bo prind dikush aq lehtë bën aborte. Po se di, Zoti është i madh. Inshallah kërkon nuk e lën pa fëmijë, inshallah gjithmonë kush përpiqet arrin sukses, patjetër që nuk ka menduar dështimi. Por që lajmin s'na tregova atë lajmin që ti e more kur domethënë muajt e parë që ju domethënë e konfirmua që gruaja është sa na tregova pak si e pritet këtë lajm. Ose di edhe kom që shumë kanë muajt, më tregu drejtën e pritësha, ishin ato 3 javë të para. Ishin shumë stresuese se çfarë do bëhet. Se ku më tha që ka pas sukses, po isha me atë mendjen që ndalë se mundet me ndodhe papritura gjatë rrugës. Meqense mund sa herën pa të ndodhur papritura, por kjo fundit dyqysh pa ta hup shpresën. Jo nuk pa ta hup shpresën, po pa ta hup dyqysh atë ndjenjen më gëzu. O këtan, edhe isha i në gëzu ndërkohë, po pa të hup disi edhe aja mos më gëzu. Se ndalë se mos pa ndodhi diçka, po dhe në atë vendos, dhe në atë momentin e fundit që do t'ja një klith më të vara, atëherë më konë për mua shumë emocionuese. Kam 1 muaj që jam prind, tash po bëj 1 muaj. Edhe kështu, për mua ka qenë shumë. Po. Zoti është i madh. Ata është Zoti që gjithë ata që por njerëz të mirë, njerëz që i dojnë sfidat e Zoti për provojë. Që njerëz të drejtë sprovojnë jetë. Edhe drejt, por njerëz që i dojnë sfidat. Përderisa dikush nuk e don sfidën ndërzohet, ata nuk e sprovon Zoti. O kupton. Njerëz që janë pak drejt, se problemi në kohë të sotit edhe nuk ka dhe shumë njerëz drejt. Pasporat se jep që të rrahen më shumë. Kemi kaluar këtë periudhë. Po del jo, kjo është u bë tash trend. Kupton. Po çfarë bash. Po sa i fort pas gjitha këtyre sfidave që unë duket se kite kaluar. Sa të kanë po të fortë me qenë për jetë. Po qartë sa do pësohesh me një farë forme, po të njëjtën kohë kur e kalon, merr motiv edhe po është edhe më i fortë se sa që ke qenë gjatë kohës. Mundesh më dëpsu derisa ta përfundon atë proces, po mundesh me kalu me një forcë më të madhe se sa që je kanë më përpara. Tas që e gëzon këtë epitet pritërit. Si ka ndryshuar jeta për ty? 306 shkollë, me thënë drejtën komplet. Është fjala e ndjesia, se jeta njëri punon, jeton përgjithësi, po ki kujdes në çdo aspekt pastaj. Se din që ke një familje, ke për të rrit një fëmijë ose ke për të ecë përpara. Sidomos kur e bën mend që je prind, se shumë kush edhe nuk ja din prindve, pa u bë prind. Të ki kujdesin pastaj edhe më të mirë ndaj prindit, se din se je prind, se pa u bë prind nuk e ki atë kujdesin ndaj prindve tu sikur e qysh e ke pas, se njëri pa u sprovu nuk e kupton. E ku sprovohet, atëherë e kupton. A mund të qenë një person i kompletuar pa pas pasors, pa pas fëmijë? Njeriu si njeri është i kompletuar me ato që ja ka dhënë Zoti. Por
përderisa ka dhënë Zoti me kriju familje dhe me lënë pasardhës, atëherë unë mendimi im nuk është i kompletuar një familje pa fëmijë. Gjithmonë jeton me boshllëk. Intervistë shumë reale, shumë e këndshme, po du në fund një mesazh gjithë kësaj interviste më dhënë për gjithë ata prindë që domethënë hala janë në pritje, dëshirojnë të bënë prindë. Çfarë kishte thënë në fund? Ju kisha thonë që mos harxhoni kohë, koha është e vlefshme. Kërkoni kohën tek mjekët e duhur, te personat e duhur, edhe mos shpenzoni shumë në gjëra pa lidhje, se kjo punë don shpenzime. Kosto për me arrit se kur nuk ki mjetet mjaftueshme për me vazhdu një këtë procedurë, s'është goxha një procedurë e rëndë, e kushtueshme, ka prej atyre që me vite kanë provuar, por mos më dorëzo. Kurse nuk e din caktimin e Zotit qysh kur e ka. Po mos më dorëzo. Një dashni mes dy çifteve e sinqert nuk dorëzohen, pse se janë mbështetje njëri për tjetrin. Edhe nuk ka dorëzim, ata që nuk kanë edhe ndikohen prej faktorëve të jashtëm të rrethit, i ngjojnë fjalët e tjerëve, atëherë edhe me çfarë me fardashnie me pas, munden më dorëzo. Nëse ndikohen prej rrethit. Po mos me kshyer rrethin, me pas një qëllim, mos më dorëzu edhe mos më harxhu kohë edhe mjete pa lidhje, që thënë. Në gjona pa lidhje, pa nevojshme, sepse ajo punë don vetëm për kushtim ndaj asaj edhe veç në ato. Mos më marr me tjera. S'ka të flasësh më shumë, unë e shijova këtë intervistë, saqë kisha edhe emocione shumë. Të uroj më të mirat në jetë, rriti të mbar fëmijët tënd. Besoj që kemi qenë një prind shembull për familjen tënde. Po, besoj që po. Zoti don të mirat. Inshallah gjithmonë vetëm për të mirë, se është mbjell një energji negative në njerëz, saqë është goxha problem. Nuk po di më kuj me besu. Sidomos për mjekësi, inshallah don Zoti na herë bëhet mirë në Kosovë. Jo mjekësia si mjekësi, po mjekësia në njerëzim, mu fut edhe me pas rëndësi. Me pas rëndësi, millon rëndësi që asaj, jo veç me kry unë një mjekësi, edhe mas mërmi me marë në qafë njerëz. Sa jo, po është, po ta merë kohën matë mollë, po çka këson stres, pe hub vetë besimin për në Kosovë, që për shembull kom hub shumë vetë besimin në Kosovë, për mjekësi. Zoti mos e baft, inshallah jemi shnosh, po nuk ki përkushtim të madh ndaj pacientëve në Kosovë mjekësi. Shumë katastrofë për veti, kom hub shumë vetbesimin për me bas me marrë një procedurë ose me bën një operacion apo më parasysh në Kosovë. Nuk ka që nuk ka mjek mirë. Ka profesionista, po nuk ka përkushtim. Kaq. Inshallah na man Zoti met edhe japëm çti drejtimi më shumë, sidomos ndaj shtetit, ndaj i morin pak masa më moja. Edhe njerë të uroj më të mirat, shëndet, në ditë mbarë, faleminderit shumë që u bore pjesë në një faqe më të madhe historisë jetës në intervistë. Të uroj më të mirat, faleminderit shumë.